e kemi pa që kemi në kapacitete për me qenë pjesë e këtij komuniteti. Deri tani kemi themeluar 9 klube, të cilat do të jenë aktive në federatat respektive. Për kurreshtin e juaj po ju informoj që me karate dhe me judo kemi marrë pjesë në disa turnire dhe kemi marrë rezultate edhe në arenën ndërkombëtare. Synojmë që të jemi konkurrent për me të gjitha ekipet tjera në të gjitha disiplinat. Në krye të policisë Kosovës momentalisht është një njeri që është i apasionuar pas sportit dhe ka vullnet jashtëzakonisht madh që përfundimisht policia e Kosovës të inkorporohet në komunitetin sportiv. Në qenë se e kemi pa që kemi në kapacitete për me qenë pjesë e këtij komuniteti dhe drejtori i përgjithshëm e ka marrë iniciativën dhe është mbështetur sigurisht nga Ministri i Punëve të Brendshme, ndërkaq ne kemi punuar intensivisht që këtë ta bëjmë realitet. Fillimisht e kemi themeluar shoqatën sportive të Policisë Kosovës, e cila pastaj ka ndihmuar edhe ka përzgjedhur personelin ose stafin për themelimin e klubeve sportive në disiplina të ndryshme. Deri tani kemi themeluar 9 klube, të cilat do të jenë aktive në federatat respektive, domethënë në disiplinat përkatëse, ndërkohë që në kuadër të policisë ato do të zhvillojnë aktivitet në kuadër shoqatës sportive të Policisë Kosovës. Do të thotë shoqata sportive e Policisë Kosovës do të jetë ambrell për këto klube, të cilat do të zhvillojnë pastaj gara në federatas respektive në disciplina të ndryshme. Normalisht që fillimisht kemi startuar me disa klube veç me gara, duke përfshirë në karate, në judo, ku kemi marrë rezultate jashtëzakonisht mira me garues tanë dhe po përgatitemi që me fillimin e garave të shtinorit tashëm kyqemi pothuajse në të gjitha disiplinat sportive dhe shpresoj shumë që do të kem pranim sipas të gjitha zotimeve që i kanë bërë përfaqësues të federatave ku ne do të inkuadrohemi. Për kurreshtin e juaj po ju informoj që me karate dhe me judo kemi marrë pjesë në disa turnire dhe kemi marrë rezultate edhe në arenën ndërkombëtare, ndërkohë që ekipi i Policisë Kosovës së fundmi ka qenë në një turnir në një policiat ndërkombëtare në Greqi edhe është shpall kampion e atij kompeticioni që është një konkurrencë e jashtëzakonshme. Prandaj po them potencial kem, kapacitete ka munguar vetë çështja e organizimit. Dhe çështja e organizimit përfundimisht nuk është problem. Absolutisht po. Do të thotë ne synojmë, nuk kërkojmë rezultate kulminante në start, sepse normalisht çdo fillim është i vështirë, po synojmë që të jemi konkurrent për me të gjitha ekipet tjera në të gjitha disiplinat. Sepse kemi kapacitete, domethënë në bazë të statutit që ne e kemi ndërtuar për nevojat e klubeve, ne kemi drejt të marrim edhe kapacitete nga familjarët e zyrtarëve policorë, përveç zyrtarëve policorë e stafit civil që kemi veç në kuadër të ekipeve, mund të marrim edhe nga familjarët. Po pse jo edhe nga pjesa civile, nuk do të ketë pengesë, po sidoqoftë kemi pasur kapacitetet që kemi brenda policisë në disa fusha, në disa disiplina janë të jashtëzakonshme. Për fillim është bërë gjithçka në baza vullnetare, domethënë me vullnetin e mirë edhe drejtorit, edhe ne të gjithë tjerëve që kemi marrë këto iniciativa dhe kemi përpunuar këtë punë deri këtu, ndërkohë që më vonë sigurisht do të krijohen mundësi edhe me marrë subvencione nga shteti, edhe nga komuna, po edhe aktivizimin e donatorëve të ndryshme apo edhe të sponsorëve që me statut e kemi të lejuar me i marrë, mirë po për momentin akoma nuk kemi bërë diçka të tillë, edhe pse i kemi negociatat me disa kompani serioze. Sigurisht që ne nuk do të marrim gjithkënd, sepse është klubi i policisë dhe do të përpiqemi maksimalisht që përmes këtij aktiviteti të promovohet policia ose vlerat e policisë, kulturës policisë sportive në publik.